Paula Gjyqja ishte voleybolliste e Vllaznisë këtë sezon me Dinamon dhe sot ishte përballë një skuadrës së saj dhe ishte Anes Noradeta. Emocioni pa diskutim. Emocioni pa përshkrueshëm, sepse është hera e parë që unë luaj kundra Vllaznisë në Shkodër, ku është kjo fusha vendi ku unë kam nisë gjithçka, edhe sot ishte një emocion i pa përshkrueshëm, mund të them. Si ndjeni veten tek Dinamo? Dinamo është ekipi që unë mund të them e kam kërku. Ka stërvitje shumë të mirë, stafi është jashtëzakonisht i mirë, vajzat janë shumë të mira dhe kam gjetë veten shumë mirë në këtë ekip. Në Tiranë studioni për financë dhe voleybolli sa ju pengon? Mund të them që voleybolli nuk ka pengesë për kur gjë. Nëse e don, mund gjesh kohën mi bë tana. Ky sezon për Dinamon brenda objektivave? Po, siç e pa sot, edhe pse ishte një hupje sot, mund të them që nuk ishte ndeshja që ne na vendosën në renditje, domethënë. Kjo ndeshje ne mund na ndihmonte pak për renditje, po vetëm për me përcaktu skuadrën që ne do të ndeshim atë play-offi. Objektiva jonë ishte play-offi, kështu që e kena përmush. Pas përfundimit të studimeve, Paula Gjyqja do të rikthehet në Shkodër dhe tek Vllaznia përsëri apo ka të tjera projekte? Dëshira është gjithmonë që me luajë në shtëpinë tande, ku ke familjen tande, shtëpinë tande, shoqet e tuaja, por që do shohim sipas nivelit. Suksese, Paula. Shumë faleminderit.